Fshati Bestrov është vetëm 5 kilometra larg hyrjes së qytetit Vlorës, e në çdo vend tjetër të botës mund të konsiderojë si lagje e qytetit, por pavarësisht distancës së shkurtër nga Vlora, investimet në të vitet të fundit kanë munguar pothuajse plotësisht. Bestrova është një ndër fshatrat e pakët të mbetur në Vlorë që nuk ka rrjet të furnizimit me ujë të pijshëm apo kanalizime. Banorët e fshatit të Bestrovës tregojnë se përgjatë sistemit të demokracisë, por edhe më parë, nuk kanë patur ujë. Të detyruar kanë hapur puse për të plotësuar nevojat e tyre familjare. Ujin e pijshëm e blejnë ose vinë drejt Vlorës, duke shpenzuar karburant për të mbushur ujë. Banorët tregojnë se kërkesat ndër vite kanë qenë të shumta, por asnjëra prej tyre nuk është dëgjuar. Të paktën një herë në 10 vjet na vjen. Që po si kryer dynja, që kur ra pushteti në vjetën s'kemi me ujë. Blejmë në Vlorë, kemi hapur puse, blejmë në Vlorë për të pirë, vinë bote këtu bie. Përderisa s'ka ujë, nga do vinë. Kemi bërë puse. Jo, s'ka ujë njerë, që do paguajmë fature. Ne falenderojmë shumë Edi Ramën që na bie ujë. Këtu e kur t'i doj qefi edhe jemi në rregull nëse fshat këtu. Qia për ja sot harroti që është djalit për të pirë, për ujë për të pirë. Vjenë fillgoni që marrim për gjellë, për këso thoje, për roba, për këso kemi një pusë. Pa e vështirë, s'mojtë pasana se që ishte e vështirë, që do bimë, s'maj më në fare u. Që kur ka që kur. Ja kështu me bidona me këso me remi. Na thonë që kur do vi ujë të kanë bërë një depo atje lartë, Teresin nuk kanë ardhur. Ja, kjo gjendje është në fshat. Po ankesa kemi bërë plot edhe i kanë shtrirë dhe ato tani tubacionet edhe nuk ka shumë. Si kanë prur akoma. Thonë do vi. Po akoma. Ja, tu do t'i kemi gati aty edhe nuk kanë ashu. Kemi shpresë do të sillet. Në shpresë të Zotit me puset. Po për të pirë po, si janë djali nga Vlora je. Po, me të vlerë. Kjo është një e vërtet, por programi faktikisht i këtij projekti ka filluar shpejt që vitin e kaluar. Tubacionet janë shtruar. Depozita që ndodhet në qendër të pak lart mbi sipërfaqe të fshatit është sistemuar. Tani puna ka ngecur tani nga qendra si e kanë ata të ujësjellësit. Mund të flasim me ata. Momentalisht në banesh ujë nuk kemi. Kemi ujë që kemi hapur ato puset, secili në ato shtëpitë e tyre kush ka pat mundësi. Për të pirë vinë një botë këtu 2 herë në javë që bie për fshatin. Një pjesë vëmë marrim në Vlorë që e biem, jemi në pritje, besojmë se gjërat do të vinë duke u rregulluar. Ujë të pijshëm këtu s'ka, ujë të pijshëm. Ne kemi nga një pusë. Në për tokat që kemi marrë, për shembull, metro që kam unë, kam lënë metro dhe kam marrë këtë të vend shtëpie. Edhe bëm pusin këtu. Tjetri ka ardhur dhe ka hapur fabrikë këtu, kur unë nuk kam qenë. Shikoj si e ka zënë dhe shikoj pislëkun që unë ku jetoj. Se unë do umirja juve, se i kam zënë shkallë gjerat. Po shqyqy që më erdhët vetë. Mojtë u bëftë nëna jote se u bëra plagë tërë nga që lahem me ujë të pisët. Se s'kam ku të vete, nuk mi jep njeri ujë. Po, nga ky ujë është i pisët. Nuk pi më tani, qa do pi unë? E ble me lekë. Kjo ka mbi, nuk e ka patur këtë këtu, e kishte këtej. Se kush i sa hiqe se e pa që unë u ankova në çdo zyrë, dhe akoma dje ishin këtu e pan dhe do kësehemi për 15 ditë, më thonë mua. Sa 15 ditë unë kam 10 vjetë që përpiqem kështu. Dhe akoma përgjigja nuk më ka ardhur. Po kam se unë ngela kështu më të keqen nëna juaj. Si do bëhet ky hall? Kështu do rri unë. Mungesën e ujit të pijshëm nuk e vuajnë vetëm banorët e Bestrovës, por edhe të fshatrave aty pranë, si Bunavik, Kërkov, Panaja e Ushtim.